Alim çfarë duhet të bëj me një motër muslimane dhe që babain e ka qafir dhe që nuk e le të falet, të mbulohet apo të lexoj libra. Ajo motër që e ka babain qafir, si që ka ardhur këtu në pyetje, nuk e len e motër të falet, të mbulohet, të lexoj libra. Shërimi i parë për gjendjen është që motër të martohet. Nëse është e martuar, duhet zgjohet burri nga gjumi dhe të mbroj gruan në fenë e saj. Nëse dhe burri është si babai, atëherë gjen një burr tjetër që njeh Allahun dhe fenë Islam. Gjithmonë nëse bëhet fjalë siç është tek pyetja, ta qafir. Derisa Allahu subhanahu wa taala t'i japi rrugëzile kësaj motre, ajo duhet t'i bindet Allahut dhe duhet të duroj vështirësitë që hat në familjen e saj. Nuk duhet për shkak të kërcënimeve apo presioneve në familje të lej namazin të dali pashami. Sot një ignorantët po të shohin një vajzë apo një djalë. Nëse don një person dhe don ta lidh jetën me të, është e kryer me puna. S'ka dyshim se kjo gjë do realizohet. Ka forma. Shejtani e bën të mençur njeriu në ato fusha dhe e aktivizon. S'ka bëj këtë, nëse kur vjen puna në adhurim, jo po familja, jo po vështirësi, jo po kështu. Nëse personi është i vendosur, nuk do dalë nga shtëpia. Do dalë se do dalë. Do të rrahi, dyro. S'është haram të rrifesh në rrugën e Allahut. S'është fatkeqësi të jesh i sprovuar për çështjen e besimit tënd. Fatkeqësi me kuptimin fatale. Prandaj që duhet sinqeritet në pasimin e fesë. Dhe jo me gjithë arsye, unë kam babain që mlen veçamin dhe s'po e vej. S'mlen me lexu libra dhe s'po lexoj. S'mlen të falem dhe s'po falem. Jo. Babait i tregohet vendi. Kurse shërimi është, siç e thash, martesa. Kur një besimtar, pyetja tjetër, kur një